2 ikin ndërsa 2 të tjerë vinë. Valentino Murata i mbyll aventurën tek flamurtari pas 2 vitesh qëndrimi në Vlorë, edhe pse kishte kontratën me kuqezinte edhe për 1 vit e gjysmë. Palët kanë ndarë rrugët me konsensus të plot dhe në mënyrë miqësore. Murata ju bë pjesë e kuqezinjve që në vitin 2024, duke dhënë kontributin e tij në kategorinë e parë për ngjitjen e skuadrës së flamurtarit në Super League. Ardhja e 29 vjeçarit në Vlorë në ato kohë u cilësua edhe një surprizë për vetë potencialin që ka mes fushori. Ish kapiteni i Partizanit është një futbollist me një eksperiencë të madhe në kampionatin shqiptar. Karrierën e ka nisur me të rinjtë e Bylisit, Partizanit dhe Tiranës. Ai ka luajtur edhe me Bylisin dhe Dinamon, ndërsa përpara se të transferohej në Vlorë, ishte pjesë e Partizanit. Edhe vet Valentino Murata i konfirmon largimin nga flamurtari. Mes fushori thekson se me drejtuesit e flamurtarit është ndarë në mënyrë më së miqësore. Ai i uron klubit më të mirat dhe ka bindjen se skuadra do të mbijetojë në Super League. Nuk jam më pjesë e flamurtarit. Falenderoj shumë presidentin Sinan Idrizi dhe drejtuesit e klubit për mundësinë që më dhanë të isha pjesë e flamurtarit. Të mbaja veshur fanellën e një klubi me traditë të madhe në futbollin shqiptar. I kemi dhënë dorën njëri tjetrit, jemi ndarë miqësisht. Flamurtarit i uroj shumë suksese. Kam bindjen se me mbështetjen e madhe që kanë nga presidenca e cila ka investuar shumë do të arrijnë që të jenë elitën e futbollit shqiptar. Edhe Semi Borard largohet nga flamurtari. Burime zyrtare konfirmojnë se rrugët janë ndarë me mesfushorin. Borard erdhi në Vlorë si një profil interesant që do të përforconte mesfushën. Vlera e tij në treg është 400.000 euro. Mesfushori ka dalë nga Akademia Anderlechtit, ndërsa po ashtu ka luajtur dhe me kombëtaren belge U18. Në Vlorë 29 vjeçari erdhi nga klubi Otelul Galati i Rumanisë, kur klubi e prezantoi më 16 gusht 2025. Shprehej se lojtari sjell me vete përvojë, teknikë dhe energji për të forcuar repartin e mesfushës kuqezi. Në Vlorë, ndërkohë që 2 lojtarë u larguan, 2 të tjerë kanë ardhur së fundmi në merkaton e janarit. Bëhet fjalë për Momçilo Raso, si dhe për Leo Melo, por mesfushori Melo doli i dëmtuar nga ndeshja e tij e parë debutuese këtë fundjavë, kur flamurtari luajti me Tiranën. Në fakt, Melo duket se ka ardhur i dëmtuar nga Egnatia dhe me shumë mundësi nuk do të jetë i gatshëm për disa javë për flamurtarin.